Ervin, jemi drejt për drejt bashkë. Emilian, në fakt pavarësisht këtij barazimi pa gola në Errol Benjan, si duket rrugët e kryeqytetit janë kthyer në atmosferë feste nga tifozët kuqezi, ku të paktën nuk janë shënuar as incidente, as përplasje dhe si duket tifozët po largohen dhe po shpërndahen të qetë nga Errol Benja, por edhe nga pjesa fan zone ku kanë qenë këtu tek Kullat Binjake apo në sheshin dëshmorët e Kombit. Sigurisht policia e shtetit vijon të jetë prezente dhe do të jetë deri në shpërndarjen e fundit të tifozëve. Sigurisht kanë filluar edhe lëvizjet e qarkullimit rrugor, siç e dëgjoni, pra janë brohorima, por edhe bori automjetesh me flamur dhe festë avion në kryeqytet. Paktën si duket janë momente gëzimi, por edhe bashkimi të tifozëve kuqezi dhe vijon situata deri në përshpërndarjen e tyre në anë të policisë, të cilat do të jenë shoqëruese në të gjitha kryqëzimet. Kemi mundur që t'i vëzhgojmë në mënyrë që të krijohet edhe hapja e rrugëve dhe mos shënohen incidente. Pra Emilian, situata duket e qetë dhe shpërndarja e tifozëve po vijon normalisht pas ndeshjes me barazim me Serbinë. Faleminderit Ervin Leka.